jeta nuk mund të jetë asnjëherë lineare, dhe këtë në fakt ma ka mësuar librat që në kohë të hershme. Një shtëpi pa libra filloi të dyshoj për njerëzit që jetojnë atë shtëpi. Unë jam apasionuar shumë pas shkrimtarëve rus të vjetër. Unë them se çdo libër ka atë ndikimin e vet për të ta ndryshuar nga pak mënyrën se si e shikon botën, për mirë apo për keq. Unë jam për një letërsi pa kufi. Një libër jo mendoj mos të qetëson, një libër edhe të shqetëson, kurse një gotë verë vetëm të qetëson. Ka qenë aventurë e cila më ka bërë të friksohesh shumë, ka qenë një udhim në Bolivi. Isha krejtësisht e papërgatitur nga çfarë do gjeja, ka pasur frikë se mos më pushonte zemra. Ato doja të isha një këngëtare rocker, mua më kanë pëlqyer shumë rocker dhe të këndoja me Ozzy Osbourne, Dreamer. Arlinda, mirë se erdhe në Bordeaux. Jemi në shtëpinë tënde të dytë. Çfarë të motivon ende sot pas kaq vitesh në botime? Më motivon dhe fakti që jemi në shtëpinë time të dytë, që është kjo librari e bukur, e sapo ndërtuar, për të gjithë publikun, për të gjithë shqiptarët, për tiranasit, edhe kjo është një nga motivimet, për shembull. Por ka dhe të tjera që vinë ditë pas dite, pas çdo libri të botuar. Sa e vështirë është të mbash gjallë dashurinë për librin? As pak e vështirë, është në fakt një nga gjërat më të lehta. Dashuria për librin mua më vjen natyrshëm, është pjesë përbërëse e trupit edhe qenies time. Madje më duket edhe mishtore në momente të caktuara, kështu që nuk është as pak e vështirë ta mbash dashurinë. Pastaj që këtë dashuri ta ndash është tejet e vështirë për shkak se jo gjithmonë njerëzit janë të interesuar për librin. Megjithatë, është një dashuri e cila kalohet lehtë në fakt. A ka pasur një libër që të ka ndryshuar mënyrën se si e sheh jetën? Ka pasur jo një libër, ka pasur shumë libra. Në fakt janë një sër librash që ta ndryshojnë dhe ta ndryshojnë për ditë, duke filluar që nga klasikët. Tolstoi, unë jam apasionuar shumë pas rusëve, pas shkrimtarëve rusë të vjetër. Po dhe Balzac, Hugo, por edhe pas autorëve si Annie Ernaux, për shembull, që është nobeliste dhe flet shumë për jetën e gruas në kohët e sotme, në të shkuarën e të afërt, librat historik. Unë them se çdo libër ka atë ndikimin e vet për të ta ndryshuar nga pak mënyrën se si e shikon botën, për mirë apo për keq. Si zgjedh librat që boton? Ndjek intuitën apo strategjinë? Është një miks, si botuese është një miks, pra intuita është gjëja e parë, intuita ose le të themi aftësia që un kam për të përzgjedhur librat, po për të përzgjedhur në fakt sepse më pëlqejnë vet, edhe këtë lloj dëshire përpiqem që ta ndaj me të tjerët, por shpeshherë duhet edhe pak strategji për të mbijetuar në këtë fushë që nuk është as pak e lehtë në Shqipëri. A ka libra që ke refuzuar të botosh, por sot mendon që ke bërë gabim? Kam libra që kam refuzuar t'i botoj dhe mendoj që sot nuk kam bërë gabim, për shkak se kanë rënë bien ndesh me ideologjinë, me mënyrën se si unë funksionoj si qenie, pra jo vetëm qenie njerëzore, po dhe qenie politike, apo libra të cilat unë mendoj që bien ndesh me mënyrën se si një njeri, pra libra të cilat unë nuk do t'isha dashur t'i lexoja, nuk jam bërë pishman, por mund t'jem bërë pishman për libra që kam pranuar të botoj. A ka tabu që letërsia shqiptare ende nuk i prek dot? Mendoj që ka tabu, ka shumë tabu, por letërsia ka këtë mundësi, pra që ta çliron trurin edhe mendjen. Unë kam prekur her pas here tabu të forta që kanë të bëjnë me religionin, kanë të bëjnë me seksualitetin. Janë pak më të vështira temat për të drejtat e njeriut dhe po themi për të drejtat e grupeve të marginalizuara në Shqipëri, por që natyrisht mendoj që nuk duhet ketë kufi. Unë jam për një letërsi pa kufi. Sa sfiduese është ti je grua në krye të një shtëpie botuese? Nuk është ose sfidë, ndonjëherë mund të jetë sfiduese, por për mua nuk është sfidë, është thjesht kënaqësi dhe ndjekja e një rruge për të cilën mbase je e destinuar ta ndjekësh, ose mbase nuk e di, unë kam vendosur t'ia kushtoj jetën time kësaj gjëje që bëj, edhe në fakt kam arritur në një pikë jo të vogël. Jam goxha e avancuar në këtë fushë, pra në faktin që po ja kushtoj jetën letërsisë dhe botimit të librave në Shqip. A paguajnë gratë një çmim për suksesin? Mendoj që e paguajnë të gjithë, si gratë ashtu dhe burra. Në base për gratë është pak më e fortë në vende si tonat, edhe me siguri që është më e fortë, nuk është e lehtë.
Po unë shpeshherë nuk dua ti shikoj si burr grua, shikoj si një çmim që natyrisht për suksesin, por nuk është, pra jo për suksesin, sepse unë kam arritur një sukses dhe duhet me dojë mos që të më bësh heroin për këtë, po mbas edhe thjesht për faktin që ti bën diçka dhe njerëzit shpeshherë xhelozohen, marrin, unë nuk i përkas një grupi kaq të rrezikuar, por natyrisht ndodh, patjetër që ndodh, duhet paguash një çmim. Çfarë sakrifice personale ka kërkuar karriera jote? Personale nuk mendoj që ka krijuar një sakrificë, sepse unë mendoj gjithmonë dhe nuk e mendoj në fakt, nuk është se mendoj që do ta bëj këtë edhe ta shes si sakrificë, për shkak se të asaj që tham tek nuk e di cila pyetje ishte, po tek ajo që tham që për mua kjo lloj dashurie më vjen shumë natyrale. Sakrifica e vetme është lodhja pa kufi, por unë mendoj që në këtë botë nuk ka gjë pa lodhje. Edhe kjo vlen për të gjitha profesionet. Çfarë të qetëson më shumë, një libër apo një gotë verë? Shumë pyetje e bukur. Mua një libër jo mendoj mos të qetëson, një libër edhe të shqetëson, kurse një gotë verë vetëm të qetëson. Nuk e di, nëse e parë në këtë këndvështrim është edhe për shaka, mendoj që një gotë verë qetëson më shumë, sepse një libër vërtet mund të ketë edhe aftësinë për të shqetësuar, për të shkundur fort, po ky është një shqetësim i bukur që unë preferoj që ta marr. Le të themi ta marr si sfidë. A ka një autor me të cilin do të doje të darkoje ose thjesht një bisedë? Ka shumë autorë, sidomos autorët të cilët edhe unë kam këtë lloj aftësie, sa herë që marr një libër, unë dashurohem dhe me autorin dhe them pse e ka sjell, çfarë ka shtyr të vi këtu. Mua do të përmendja një shkrimtar i cili më intrigon shumë për momentin, dhe ky është Emmanuel Carrère, është një shkrimtar francez, i cili në fakt flet shumë për shëndetin mendor dhe për mënyrën se si është përballur me problemet e tija të vetat, pra, brenda një bote në cilën jetojmë sot dhe është shumë aktual, edhe po, me Emmanuel Carrère do të kisha dëshirë që të bëja një bisedë të gjatë, edhe ta pyesja për shumë gjëra që kam lexuar në librat e tij dhe që më kanë mrekulluar, edhe për forcën e madhe, edhe për narcisizmin, edhe për gjithë gjërat për cilat ai flet në librat e tij. Është një shkrimtar shumë interesant francez. A ka diçka për të cilën ke thënë jo, edhe pse do kishte qenë fitimprurse? Po, kam thënë jo, pikërisht për ato libra të cilat bien ndesh le themi bien ndesh fort, jo sepse unë se bëj censur, por në një farë mënyre përzgjedh gjëra që unë me të cilat unë gjendem mirë. Shpeshherë përzgjedh gjëra me të cilat unë nuk jam dakord, por jo antivlerat. Kështu që patjetër ka pasur shumë libra të tillë, janë shumë për t'i listuar. Nëse Arlinda Dudaj do të ishte një libër, çfarë titulli do të kishte? Një gruaja blu, po them. Më erdhi kështu befas. Nuk e di pse kam këtë ide që jam ngjyrë blu si person, blu e kaltër. Një të vërtet që libri ta ka mësuar më herët se jeta. Atë se jeta nuk mund të jetë asnjëherë lineare, dhe këtë në fakt ma ka mësuar libra dhe ma ka mësuar librat që në kohë të hershme. Jeta nuk mund të jetë një lloj, dhe duhet të pajisemi, dhe për këtë absolutisht dhe librat na mësojnë shumë, duhet të pajisemi me mekanizmat për ta përballuar në mënyrë sa më dinjitoze. Le themi, librat ta japin këtë mundësi, pikërisht të japin gjithë këto armët edhe përgjigjet që her pas here nuk i gjen edhe tek bisedat me njerëz të dashur që të duan shumë. Pra nuk janë pyetje të cilat janë bardhësi, po janë me shumë ngjyra dhe me shumë drita dhe hije dhe me shumë shtresa. Po vetëm librat e kanë këtë lloj magjie, dhe sidomos librat e mirë, patjetër, librat e mirë. Qofshin këto klasike, këtu pastaj mund na duhet një natë dimri. A është Arlinda Dudaj sot një grua që ndan jetën me dikë? Patjetër, po. A ka diçka që sot nuk do ta pranosh në emër të dashurisë? A ka diçka që sot do ta pranoj në emër të dashurisë? Unë them në emër të jo të dashurisë, mendoj mos të dashurisë për një qenie tjetër, po sidomos të dashurisë për vetveten, dhe natyrisht që për hir të dashurisë për vetveten dhe për dashurinë si koncept, patjetër që ka plot gjëra të cilat nuk do t'i pranoja. Po, sidomos këtu më shumë do vija dinjitetin sesa dashurinë, do thoja. Sepse dashuria her pas here edhe të qorrolleps. Sa libra ka në shtëpinë tënde? Ka shumë libra. Mund të jenë 1000,
unë po them 1000, po mund të jenë nuk e di sepse nuk e kam shtëpinë të tërin si kjo libraria këtu që është i tëri rrethuar nga libra nga të katër anët. Unë edhe në dhomën e gjumit, kudo kam rafte librash. Madje një shtëpi pa libra për mua kur futem në një shtëpi dhe shoh një shtëpi që mund të jenë shumë të bukura të arkitekturë luksoze etj. Dhe jam pa libra, unë menjëherë mbrudhem, ndrydhem edhe filloj të dyshoj për njerëzit që jetojnë atë shtëpi. A ka një libër që i mungon shtëpisë? Patjetër që ka shumë libra. Patjetër që ka shumë libra të cilat i mungojnë. Unë në rasti se shikoj që një libër më mungon, e gjej dhe e marr. Por natyrisht ka kaq shumë libra në këtë botë dhe fatkeqësisht nuk mund t'i lexojmë të gjitha. Megjithatë, them se kam një përzgjedhje shumë të mirë. A ka një ditë, Arlinda, ku nuk ka libra, takime apo afate kohe? Shiko, edhe mund të ndodhi, natyrisht, po kur pushoj, zakonisht nuk kam afate kohore dhe kjo është gjë e mirë, po dhe kur pushoj ka shumë libra. Gjithmonë libri, le të themi, është ai pjesa e pandarës, sikundër ta thash edhe në fillim, është një pjesë mishtore, qendrore e qenies sime si Arlinda. Cili është luksi yt i vogël i përditshëm që nuk e negocion për asgjë? Do doja që ta kisha të panegociueshëm, po shpesh herë shiko, unë mëngjesin, unë nuk jam një tip mëngjesi, ai zgjimi në mëngjes atë do ta doja që të mos e kisha kështu të vrullshëm dhe në përgjithësi përpiqem që ta marr me ngadalë, po themi atë një orë, ai është luksi i vetëm, po që shpesh herë as atë se kam, edhe atë e humbas. Kur ke nevojë të rimbushesh emocionalisht, shkon tek udhëtimet, tek vetmia apo njerëzit? Sigurisht jo tek njerëzit, por tek udhëtimet po, tek udhëtimet është një kënaqësi shumë e madhe. Ndonjëherë edhe tek vetmia, tek reflektimi i brendshëm, patjetër që përpiqem tek sporti, kam shumë gjëra me të cilat mbushem. Një aventurë spontane jetës tënde. Aventurë spontane, në fakt nuk ishte aq spontane, por për mua ka qenë aventurë e cila më ka bërë të friksohet shumë, ka qenë një udhëtim në Bolivi. Domethënë, pas Kilit ne kaluam në Bolivi dhe aty isha krejtësisht e papërgatitur nga çfarë do gjeja, nuk e di pse isha papërgatitur, në përgjithësi unë marr informacion. Po ishte një moment shumë i vështirë sepse ishte një atmosferë, po themi klimaterike, tejet e vështirë, pa oksigjen, edhe aty e kam pasur vërtet frikë, jo të thoja për jetën, por në një farë mënyrë ka pasur frikë se mos më pushonte zemra, domethënë atë e kujtoj si një aventurë që nuk e dija do ta bëja më. Çfarë të mësojnë librat për dashurinë dhe familjen? Çfarë të mësojnë? Natyrisht librat nuk priren të mos, edhe unë nuk preferoj librat të cilat të japin këshilla, dhe nuk e kam qef librat që të japin këshilla të prezervuara, pra për të paketuara. Kështu që për mua, librat të japin absolutisht shumë gjëra për dashurinë, për familjen, po sidomos të mësojnë të jesh njeri, edhe të mendosh me mendjen tënde. Dhe pastaj, duke u bërë njeri, duke qenë më empatik, sepse kanë librat këtë aftësi dhe këtë fuqi të jashtëzakonshme, natyrisht ti ndikon që të kesh një familje të mirë, të dish të sillesh mirë me të dashurit e tu. Pra, shumë gjëra të cilat patjetër që ti mësojnë, por jo në mënyrë të mësojnë nëpërmjet një rrugtimi, le të themi, pra jo me një herë dhe jo me këshilla të paketuara, siç thash. Nëse Arlinda do të kishte një alter ego të fshet, si do ta quaje dhe çfarë do guxonte ajo që ti nuk guxon? Të doja të isha një këngëtare rocker, mua më kanë pëlqyer shumë rocker dhe të këndoja me Ozzy Osbourne, Dreamer. Një libër aktual që mbaron me një frym. Unë do të përmendja tani si libër aktual që mbaron me një frym, Pacientja e heshtur. Pacientja e heshtur është një libër thriller, edhe në fakt është shumë psikologjik, po ndërkohë me vërtet të merr frymën derisa ta mësosh se çfarë ndodh vërtet me këtë histori. Edhe është një libër jo shumë i gjatë, por që vërtet lexohet me një frym. Thriller. Një libër klasik që të gjithë duhet ta lexojnë. Po përmend Vëllezërit Karamazov të Dostojevskit, është një libër që në fakt i jep gjithë, është libër sa politik, aq edhe filozofik, pra që ndërthur gjithë historinë e botës, të thoja. Një libër për dikë që do të nis leximin. Mund të sugjeroja Valérie Perrin, një tjetër shkrimtare franceze, edhe me librin e saj Lulet e shpirtrave, bijem dakord të gjithë me Valérie Perrin, edhe ata që nuk kanë lexuar,
për një kohë të gjatë, edhe ata që lexojnë, për shkak se është një shkrimtare që shkruan bukur, thjesht dhe flet për atë kuptimin e thjeshtë të jetës, edhe e gjen veten çdo kush. Një libër klasik që të mbetet gjatë në mendje. Ka shumë të tillë. Mua më kujtohet, po e quaj klasik Shtëpia e shpirtrave nga Isabel Allende. Akoma e kujtoj me një ankth, dashuri, dëshirë edhe shumë gjëra. Më thënë, ky libër në fakt ka qenë një nga librat klasik të, do thoja, të fëmijërisë sime, edhe pse nuk është një libër për fëmijë. Alinda, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit për do.